Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar pak deklaratën të famshme të Arber Hajdarit. Arber Hajdari natën e mbrëmshme ishte pjesë e Top Albania Radio ku ka folur për eksperiencën e tij, ku ka folur për jetën e tij dhe ku ka folur për Big Brotherin. Në fakt ishte një nga emisionet që unë e kam ndjekur me shumë dashuri sepse doja të kuptoj se çfarë Arberi do të thotë. E shoh që ka marrë një konotacion tjetër deklarata që Arberi e tha për opinionistin. Do me thënë, Arberi në mënyrë të detajuar e sqaroi që unë personalisht këndin e opinionistit nuk e kam si punë. Opinionist është një personazh i cili ka një eksperiencë në jetën e tij dhe bazuar në eksperiencën në jetën e tij, ai jep mendime për lojën, për jetën që ndodhen brenda asaj shtëpie. Dhe i pyetur nga Salsano, a do t'jesh pjesë e opinionistit vitin e ardhshëm, Arberi nuk tha që nuk do t'jem, por Arberi tha në këtë formë që e bukura e një opinionistit është që duhet të ndryshohet, do me thënë mos të jetë i njëjti opinionist çdo vit, mos të jetë i njëjti opinionist gjithmonë, por të ketë një lloj ndryshimi, të ketë një lloj qasje tjetër, sepse sa më ndryshe janë opinionistët, aq më ndryshe janë mendimet edhe kundërdrejt banorëve, edhe qëndrimet kundërdrejt banorëve brenda shtëpisë. Do me thënë 5 vite brenda një formatit, unë mendoj që Arber Hajdari edhe po të mos të jetë një vit, ka arritur që të zërë vend të rëndësishëm, ka arritur që të zërë shpirt të rëndësishëm tek i gjithë publiku shqiptar dhe mendoj që publiku shqiptar e admiron, e duart roket, e përqafon fenomenin Arber Hajdari. Do me thënë, asnjëri nuk është kundër rrugtimit të Arber Hajdarit. Kjo gjë ka ngritur një pikpyetje të madhe tek publiku pasi që gjëja është keq informuar. Arberi është shumë i lumtur në fakt që ka marrë këtë rrugtim. Unë jam i bindur që nuk do të jetë tek Big Brother VIP Albania 6, ndoshta për t'i dhënë pak vetes qetësi dhe për të lënë pak hapësirë në fakt për ndonjë opinionist tjetër, por unë i bindur jam që presioni i madh i cili do të bëhet nga publiku për ta gëzuar Arberi përsëri atë vend, sepse natyra e tij e të shprehurit, mënyra e tij e të menduarit, mënyra e tij e goditjes është një mënyrë aq e drejtë për drejtë, sa që do me thënë Big Brotherit i krijon menjëherë edhe një lojë nga jashtë. Do të më vinte shumë keq, sinqerisht, në qoftë se Monika Kryemadhi edhe Arber Hajdari nuk do të ishin përsëri në këtë podium kaq të bukur që ka një rol të rëndësishëm edhe jashtë asaj shtëpie, sepse unë mendoj që këtë vit Arberi dhe Monika kanë bërë një Big Brother të dy fish të dy dhe kanë shkëlqyer me spektaklin e këtij Big Brotheri. Do me thënë kanë qenë të jashtëzakonshëm për lojën e tyre që kanë bërë dhe për mënyrën se si ato do me thënë e kanë sjell opinionin të tyre, por edhe të publikut. I bie që Arberi dhe Monika ndoshta do t'jenë edhe tek gjashta, sepse mua më pëlqen. Më pëlqen kombinimi që kanë patur, mendimet që kanë patur, ndoshta kanë qenë pak të një anshëm, por kanë patur mendimet të tyre të sakta. Dhe kjo është për të duart rokitur.